që me gjitha të nëse është përdorur gjuhë e rëndë, u përmendën raste të u listuan, që kanë ekzistuar edhe kundrejt gazetarëve, por me gjitha të ekziston dhe po vazhdon të ekzistoj gjuhë as pak e duhur e gazetarëve që duhet ishim profesionist në raport me subjekte politike, qoftë edhe lëvizjave të vendosje dhe lider politik. Madje shohim shumë lef në intervista që bëhen, e që unë e konsideroj... Se cila gjumë nga i vetë vendosjes cilat ka lënduar, cila gjumë? Jo, mu s'kap se të më lëndoj, po e konsideroj që ka më pasur të drejt ata që janë djerë të lënduar, se ta krahasosh kryeministrit dhe vendin tënë vetëm se nuk të pëlqen ty edhe nuk je preferencat të njëjta politike ndoshta me të njëjtin. Është krahasuar nga studio të ndryshme me Miloševićin, është krahasuar me regjimet e mëhershme, është krahasuar, madje kemi pas edhe të oponencës politike. Ke pas njerëz në studio televizive të cilët duke kanë shorë me nënë vetëm kryeministrin, po edhe mbështetësit e votuesit e kryeministrit. Unë nuk e këshyre atë media. Kjo ka qenë absurd për te absurd. Qoje median e Ramin. Ta thojnë media, Veç ta se me dhe Sa të dhuje median e Ramin e gazetarë. Veç ta se... E pavërtet, ku me Miloševićin së ka aqun media? E pavërtet. Eksponent politik ka pas edhe politike dhe gazetarë. Për të kësaj e konsideroj që dhe sot kur po flasim këtu, ka kolegë tanë që na marrin për çdo mbrëmje, diskutojmë për ne dhe rreth nesh, kur ne asnjëherë nuk i përmendim emrat e tyre pavarësisht lajmëve që ata shkojnë. Sepse ne jemi për të analizuar lider politik, parti politike, programe politike, po jo për të analizuar një tjetër. Kjo tregon për telashet e tyre. Madje nuk na drejtohen as me emra, po na përkufizojnë me njerëz që ata duan. Ky është halli tyre, betejë atyre humbur. Po dhe neve deputet vëves na kanë thonë politikën e servisin e Vučićit